ky parlament duhet debatoj dhe të japë zgjidhja çështja e naftës. Kreu i juaj ju deklaroi socialistëve në lushnje se Europa nuk subvencionon me naftën. Një mashtrim të turpshëm, të pa skrupullt, dhe ju që qeshi, ju bëni sklavin këtu, sepse sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionoj naftën për fermerët. Përkundrazi, Gjermania e rriti këtë vit subvencionin dhe mundet dhe vendet tjera. Të shkosh dhe të deklarosh vetëm se janë socialist dhe mund të thuash çdo gjë se Europa nuk subvencionon me naftën, bën një akt cinik, një akt, një mashtrim me rreth 40% të shqiptarëve që ç'është e vërteta janë pjesa që djersin më shumë, që sakrifikon më shumë, qoftë për kafshatën, qoftë për prosperitetin e vetë dhe të vendit. Ndaj dhe ju që jeni këtu, ose gjeni një vend në Bashkimin Evropian që nuk jep subvencione nafte, ose damkoseni drejtuesin tanë si një mashtrues ordiner, që në çdo fjalë nxjerr një mashtrim, dhe të vendosim këtu të rikthejmë me ligj subvencionin e naftës, duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermerët, por edhe për transportin publik. Gjithë takimet në 61 bashkit e Shqipërisë, edhe në bashkinë që ju përfaqësoni bashkë me kryetarin dhe fermerët e zonës tuaj, kam qenë në takim, në diskutim, në sugjerimet e tyre dhe kemi marrë të gjithë ato shqetësime reale dhe i kemi parafruar në skemën e rekombëtare. Unë do të jem përsëri në zonën tuaj dhe në gjithë Shqipërinë për të shpjeguar skemën, për diskutuar me fermerët për problematikat e tjera dhe për t'i thënë që të jem pjesë e paketës tonë kombëtare që ne mbështesim nga ana e buxhetit shtetit. Por dua të them që në skemën kombëtare në vitin e kaluar kam përfituar mbi 65.000 fermerë. Pra është një shifër që edhe nëse doni në zonën që cili u përfaqësoni, të kalojmë në një numër, nëse ju e doni, paraqesim edhe numrin i cilin kam përfituar në zonën tuaj, por edhe në gjithë Shqipërinë që është një numër shumë i lartë ndaj fermerëve të përfituar. Prandaj ne jemi në terren, së bashku ju mund të vini kur unë të jem pjesë atje, ju kemi bërë thirrje, ju kemi bërë edhe komisionit të bujqësisë me shkresë zyrtare për të qenë pjesë e takimeve tona në mënyrë që ju të merrni pjesë. Nuk keni qenë, ju mendoj që nëse në takimin e radhës do dëshironi të vini të diskutoni apo të merrni pjesë në takimet që ne do të bëjmë me fermerët e zonës tuaj, jeni të ftuar të merrni pjesë.